Si flet Kurani për sinqeritetin? Pas se me I tregu disa ajete nga libri I Allahut subhanahu wa taala, du edhe vetës edhe shikues edhe ty Patjetër. me ta përkujtu definicionin e sinqeritetit. Po. Në shpeshher, kur flasim për sinqeritetin, mbetemi në atë definicionin e ngushtë që sinqeriteti është kur ne themi të vërtetën. Por dietarët e kanë dhënë një definicion I cili është shumë për mua, për mbledhës edhe I mirë dhe I dobishëm për besimtarët është kur njeriu, kur robi I Allahut e bën një vepër, të mos kërkojë dëshmitar se ka bë atë vepër përveç Allahut. Se ne jemi krijesa të dobta dhe shpeshherë bim në ndikimin e masës, popularitetit, nëse na shet dikush. Dhe këtë ka përmendë edhe I dërguari I Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam kur thotë se njeriu hyn në namaz dhe kur ta vërejnë se dikush e sheh e shikon, atëherë zbukuron namazin e tij dhe kjo llogaritet se është shirk I vogël apo ria që e bën para njerëzve të tjerë. Që do më thonë se nëse tek njeriu arrihet ky nivel I vetdijes, që mos me kërku dëshmitar tjetër për veprën që e ka bërë, përveç Allahut, atëherë ka arritat pikën kryesore të sinqeritetit. Që do më thonë faktikisht ai e bën atë vepër dhe është I vetëdijshëm se për këtë vepër I mjafton dëshmitar vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe pse Allahu ka dërguar dëshmitar tjerë, që në melekët që I regjistrojnë veprat tona, ndoshta ka mundësi me na pa dikush për njerëzve duke e bërë atë vepër. Por në brendin ton, ne nuk kemi nevojë për motivues tjetër, apo për vetdije tjetër, përveç vetdijes se Allahu na sheh edhe Allahu e ka regjistruar çdo gjë që ne e bëjmë. Dhe kjo është pikërisht sinqeriteti I cili kërkohet prej robit në raport me adhurimet, sepse ato adhurime që ne I bëjmë, nëse I bëjmë në këtë mënyrë, do të jenë të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Sa I përket ajeteve të Kuranit, ne vetëm se e cekëm një ajet, po nuk është keq që ta përsërisim. Patjetër. Ku Allahu xhashan thotë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din." Ata nuk ishin urdhëruar me diçka tjetër, përveç që ta adhurojnë Allahun xhashan duke praktikuar fen sinqerisht për Allahun. Dhe një definicion do ta përmendi suno. Thotë sinqeriteti është kur brendia është e barabartë me atë që është faqim jashtë. Neve kur bëhet fjala për adhurimet që shihen, ne kemi mundësi ndoshta me I zbukuru, sigur se ne sot jemi zbukuru pak për me dalë para kamerave. E kemi rregullu flokët, frizurën, pamjen, llukun që e thënë këto gjeneratat e reja. Ashtu duhet me kanë edhe brendia jonë, e zbukuruar, e përgatitur që të jep një aromë të këndshme të sinqeritetit që Allahu subhanahu wa taala e sheh. Nga se njerëzit kanë mundësi me pa atë që shihet jashtë, I vetmi që ka mundësi me ditë se çfarë është në brendin tonë është Allahu krijuesi I gjithësisë dhe sunduesi dhe ai I cili do të na shpërblen me xhenet ose ata që e kanë merituar do t'i dënon me zjarrin e xhehenemit. Kjo është ajeti I parë. Ajeti I dytë, Allahu I thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thuaj Allahu na adhuroj sinqerisht. Lehu-d-dini, edhe për të vetëm sinqerisht e praktikoj fen. Din do të thot kur njeriu angazhohet për ta praktikuar apo për ta aplikuar atë që Allahu e kërkon prej tij. Kjo është definicioni I fesë. Kur ti mundosh me hec në atë rrugë që ta ka treguar apo që ta ka shpall Allahu nëpër pejgamberëve, edhe këtë duhet ta bësh sinqerisht, sepse nëse nuk e bën sinqerisht, do të flasim më vonë, do të kemi shumë pasoja të rënda që tek njeriu janë gjëra për të cilat duhet me qenë vazhdimisht vigjilent edhe I kujdesshëm, sepse shumë e hollosha e vija e cila na ndon nga pranimi I veprës edhe nga mos pranimi apo refuzimi I veprës. Për atë që flasim për këtë është edhe ajeti ku Allahu xhashan thotë thuaj inna salati, me të vërtet namazim, o nusuki dhe kurbani im, jeta ime dhe vepra, do më thonë jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun subhanehu. Lillahi
Rabbil Alamin, i cili është Zoti i gjithësisë, Zoti i krejt botave, që ne i njohim edhe ato që nuk i njohim. La sharike lahu. Allahu xhaleshanuhu është ai i cili nuk ka të barabartë në asnjë aspekt. Dhe çdo herë kur në njerëzit e bëjmë një vepër, jo sinqerisht vetëm për hir të Allahut, ne e barazojmë dikë me Allahun subhanahu wa taala. Kur e bën ti lexon Kur'an për shembull, dhe zbukuron zërin, nga se shes se dikush të dëgjon. Ti në këtë rast këtë dëgjuesin e ke ngrit lart në pozitën e Allahut. Ne thekëm në fillim se mos kërkohet dëshmitar tjetër për veprën që e ke bërë përveç Allahut. Vetëm kur ta kultivosh këtë, kur ta zhvillosh, kur ta forcosh këtë ndjenjë tek zemra jote, atëherë do të arrish shkallën e sinqeritetit, ndërsa në çdo rast tjetër ti vetëm se e ke barazu dikën me Allahun, e këtë nuk e ke të drejtë, nuk e ke të lejuar. Nuk i ke të lejuar sepse kjo është vepër e shirkut. Allahu xhaleshanuhu për shirkun çfarë thot? Inna Allaha la yaghfiru. Allahu nuk e fal që ti bëhet shirk ati, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E çdo mëkat tjetër më poshtë se shirku, do të thonë shirku është mëkati më i madh që është më lart në atë hierarkinë e mëkateve. A mëkatet e tjera i fal ku dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Pra jetë që aludon për rëndësinë e sinqeritetit është edhe kur Allahu thotë alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Allahu e ka krijuar vdekjen dhe e ka krijuar jetën, liyabluwakum, që t'ju sprovon. Ayyukum ahsanu amala, kush nga ju do të vepron më mirë. Dietarët e kanë komentuar fjala vepra më e mirë është akhlasuha wa aswabuha. Akhlasuha ajo që është më e sinqertë. Aswabuha ajo që është më e saktë apo më që është vepër në pajtim me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo në pajtim me porositë e Kuranit edhe porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vepra mund të qenë e sinqertë, por mos më qenë e saktë. Atë nuk e meriton epitetin vepër e mirë. Ose ka mundësi me qenë e saktë, por nuk është e sinqertë. Edhe në këtë rast nuk e meriton epitetin e veprës së mirë. Për këtë shkak, Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur veprat vepër mirë ata njerëz të cilët janë të sinqertë. A ka mundësi ta thjeshtojmë çka thotë? Ta thjeshtojmë pak. Ta thjeshtojmë po. Vepër e mirë, domethënë është ajo e cila është e saktë dhe e sinqertë. E saktë është ashtu si e kërkon Allahu prej teje. Për shembull, Allahu në Kur'an thot faleni namazin. Po. Nga ne mësojmë se si ta falë namazin. Janë disa pika në Kur'an, do të thonë faleni namazin në 2 skajet e ditës, edhe në fillim të natës, por mënyrën praktike për kohët e namazit, dhe mënyrën praktike se si falet namazi, ne i ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, namazi do të jetë i saktë nëse është në pajtim me ato që Allahu e ka zbrit në Kur'an, edhe mënyrën se si ne e ka shpjeguar namazin i dërguari i Allahut. Kjo është ajo vepra e saktë. Pika e dytë është akhlasuha, më e sinqertë, e ka për qëllim ajo vepër që bëhet thjesht vetëm për Allahun subhanallahu. Domthonë ky namaz që e falim vetëm për Allah. Vetëm fal. As për më punsu, as për më punsu, as për me lavdu dikush, as për me gjetë nuse, as për me gjetë nuse, as ka lloj se kam zonën e bukur, zonën e bukur. Thjesht jam të fal namazin vetëm për me çu në vend urdhrin e Allahut. Kjo është e sinqertë. Po ashtu pra ajeti është edhe ajeti që wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dhe njeriu i cili është i sinqert në adhurimet që i bën ndaj Allahut subhanahu taala, askënd nuk ja bashkangjet Allahut subhanahu taala. Domethënë në qëllimin e tij, pikën kryesore që e motivon, nuk ka vend as kush tjetër, as një krijesë tjetër, as një njeri tjetër përveç Allahut subhanahu taala, përveç Allahut xhalla shanuhu xhalla xhelaluhu. E kur të arrihet kjo është një betejë shumë e vështirë dhe goxha e gjatë. Ne e dimi rastin e Sufjan Thauriut se thot 40 vite kam luftuar për sinqeritetin. 40 vite jam munduar që ta rregulloj, edhe çdo herë thot më paraqitet në një formë ndryshe. Shejtani që mundohet me defokusu, që mos e pas atë qëllimin tënd fokusuar tek Allahu subhanahu wa taala, por në qëllim tjetër.
edhe kjo është një betejë e gjatë, por Allahu i ndihmon robërit e tij nëse e shef se njeti i tyre, qëllimi i tyre është i sinqertë. E pikërisht këtu do të mundor se mbetëm porcën gjys. Ka dikush njëjtën e ka të mirë, ama veprën e ka të gabuar. Shembull, qëllimi i mirë është me i fal për shembull shka po di unë, sabajnë me fal 20 rekat. Ama vepër e gabuar, se të ka thënë 2 rekat. No, kjo është pika e asaj që neve feja, çka është feja? Feja është me ne me i zbatu apo me i apliku në jetën tonë rregullat që ne i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Ashtu si i ka zbritur. Kur flitet për dëshminë se Muhamedi sa më është i dërguari i tij. Një prej pikave është ne besojmë në çdo gjë që me të cilën na ka lajmëruar. Domethënë i zbatojmë urdhrat e tij aq sa kemi mundësi. Largohemi prej gjëra që ne i kanë ndaluar. E si pikë e katërt që është bën pjesë tek dëshmia se Muhamedi është i dërguari i tij është en la na'budu Allahu illa bima ja'a bihi, që të mos e adhurojmë Allahun në mënyrë ndryshe përveç nëpërmjet asaj që vetëm ashtu siç ka thënë. Ka sjell Muhamedi sa. Ai është më i ditur, do të Allah është më i ditur për natyrën tonë, edhe për neve ka zgjedh. Është fakt se feja është e lehtë, nuk edhe çdo herë kur njeriu mundohet që ta ndërlikon fen në emër të njëjtit të mirë. Në emër të njëjtit të mirë. Jo, unë jam sikur Muhamedi alayhis salam, unë kam mundësi me i fal 20 rekate zitave sunet të sabahit ose me i fal 60 rekate teravih namazë. Këtu flasim për vepra vullnetare. Te këto ndoshta hajde mund të them se ka mundësi e pas tolerime, pse është më mirë që to. Sikur se ka thënë një dietar, el-iktisadu fi sunna khairun min at-tamadi fi al-batil, që të kufizohesh me sunetin është shumë më mirë se sa nëse jepet vetes liri që me shtu ibadete që ne ka diçka që quhet vepër vullnetare e përgjithshme, që nuk është e kufizuar. Aty bën kur dëshiron i fal 2 rekate namaz apo më tepër për hir të Allahut. Dhe kjo është quhet nafile vepër vullnetare e përgjithshme, që nuk është e kufizuar. Por prapse për besimtar është më mirë të kufizohemi tek suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse aty është edhe urtësia më e madhe, edhe Allahu xhashanu këto na i ka rekomanduar duke ditë natyrën tonë. Se Allahu nuk e do një vepër që bëhet shumë e madhe, pastaj pas një periudhe lodhet të ndalet. Për shembull, po flas për jashtë Ramazanit. Ka me agjeru ditë për ditë. Edhe pastaj e leket. A kështu të hanë të tejnteve që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E krijon një rutinë. Se quhet rutinë, se rutina është një llaf. Pak si negativ. Se rutina pak se anashkalon sinqeritetin. Është vërtet. Domethënë, ta bëj pjesë të jetës, pjesë të përkushtimit. Domethënë vazhdimisht është në adhurim te Allahu subhanahu wa taala. Edhe prej jetës që flasim për sinqeritet është inna ma nut'imukum li wajhillah. Kur flet për shkrimin e disa prej banorëve të xhenetit, thot ata thonë, ne kur ju ndihmojmë, kur ju ushqejmë, këtë e bëjmë vetëm për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Për ju nuk dua më shpërblim as që kërkojmë për ju e falënderim. Sot është një realitet i tillë që njerëzit me veprat e tyre sikur kërkojnë dikush që ta falenderit ose ta shpërblen për atë gjë që e ka bërë, t'ja përmend. Nuk ka diçka të keqe nëse ti e falendron dikë që të ka bërë mirë. Se Muhamedi sa më ka thënë, men lam yashkurin nase, lam yashkurin la. Kush nuk e falendron, nuk i falendron njerëzit, nuk e falendron as Allahun. Por mos shndrohet ajo në një qëllim të veprës. Qëllim të veprës. Dhe ti e bën atë vepër edhe shpesh përmendin një shembull. Hoxha ka mbajt një ders, edhe dersi ka qenë shumë i mirë. E dikush thonë, hoxh, ti sikur ti ishte xhiruk i dersi, a di sa shikime kish pas, sa klikime, sa share kish pas. Kjo është një rrezik që ti faktikisht mundesh me ja hap një derë shejtanit, pse bën ashtu, se edhe pastaj me prish njetin edhe pastaj nuk ka asnjë lloj dobie për asaj që e ka thënë.
Në besimtari është i vigjilent e vendos një mur të kalas, një istikam të fort, të fuqishme, për të mbrojtur nga shejtani e për të ruajtur sinqeritetin, sepse ajo është ai diamanti, ajo esenca, pasuria më e madhe që e ka një vepër. Do shta saktësia në adhurime është shumë ma letë që të mësohet, dhe sa sinqeriteti është pakës më e vështirë se ka të bëjë me diçka që nuk e sheh askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe me të cilën shejtani shumë angazhohet, shejtani Allah i ka dhënë disa aftësi në këtë dunjë për me isprovu besimtarët. Por shejtani është i paaft ndaj robërve të tij të sinqertë. Dhe kjo është një prej begative që kur thot shejtani do të mundohem që ti devijoj, ti çoj në lajthitje kretë robërit e tu, dhe kemi pasë se shumica nuk janë falendërues. Çka thot Allah xhashanu? Ti nuk ke fuqi as forcë, as mundësi me i deviju robërit e mi të sinqertë. Robërit e mi të sinqertë. Shumë vërtet.